Ma me këngën e dytë Klajtit? Po, unë provimin. Ishte 20 vjeç akoma. Po, kënga tret? 50. Ike. U më çfarë diferencë që shoku është për fansin e vërtet që të ka ndjekur dhe ka pritur gjithë vite. Ti kishte 40 vjeç që priste këngën e tretë. Shkoja e Prime-it. Koha e Prime-it më të mirë. Pse i thon Prime do çfarë? Se është prime time. Prime time. Nuk e di. Veni më mirë me syni kredi. Diku ishte vlerë është në ata, ku dijon, si mund të quhet përpara, spektakli, në ata gala. Si mbrëmja. Një mbrëmje gala. Dhe tani pa pritur gjithë do bën, si jemi në Prime. Prime-in e së martës. Çka ka ndodhur këtë Prime? Ja ta përmbledhi Wake Up në Top Channel me Adam Uçen dhe Blendi Sale. Nishan, me sa duket Egli paska një nishan diku te kofsha, edhe gjesti nuk e pëlqen atë, dhe kjo paska marr briskun për ta hequr. Nuk jeni serioze me këtë, e kam në kuptimin është realisht kështu, se kjo është shumë e tillë është historia, nuk e dim nëse jemi super të saktë në detaje, por kjo ka qenë. Edhe ky ishte fakti pse ai mori organin për ta ndarë Eglin në krevat dhe për të mos patur kontakt me të, sepse nuk i pëlqente ai nishani, duke shumë i shumtuar e kishte qime diçka e tillë. Edhe e ka vënë në pozitën që ajo të arrijë deri në nishan me qime, bujar nishan me qime. Si kisha dëgjuar ndonjëherë nishan me qime. Ko pa fol për ish presidentin e ndjerë të Shqipërisë, Bujar Nishanin, por me që erdhi dita me fol normalisht, dhe ndodhte vetëm në Big Brother patjetër. Po, ndjes pas. Nice, çfarë mendon ti Lucifer? Tash themi drejtë, janë ato takimet e para, profeton. Që dikush del me dikë dhe fillon me kujdes për veten, depilohet edhe heq gjithë qimet e trupit se do të ngjaj sa më mirë, sa më pastër për dia, pas 10 muajve nuk e rron më. Nishani, no? Se mas e kujton se për çfarë flas. Po, më që si ishte kjo puna, duke rrëmë nishani që çeta arbri. Qimet e një nishani dhe unë do ta sugjeroja Eglin të mos ruaj fare nishanin. Mos e ruaj trapin fare. Jo, mos e ruaj fare nishanin Egli. Lutem ka. Po mi, nuk të duket çike ç'është fakti sa filloi ky muhabeti. Ajo thotë, lutem mund ta mos ta flasim këtë. E para një herë nuk jemi këtu të bëjmë çfarë doni ju. Këtu jemi për të folur për çdo gjë që ka ndodhur. Po unë nuk doja që ta flisim le të jam. Ti gjë e thotë me kokë besoj, me trup, me kurriz, siç flet ajo, kështu tipit. Koka siç e kiçe dhe vazhdon. Të lutem se nuk dua ta flas më, bam. Edhe gjasë do të marr parasysh kjo gjë e parë. I bie, imagjino për shembull Gerta Plako kur i hodhi atë birrën, gjesi thoshte, kam shumë qejf mos ta flasim këtë muhabet. Ato kështu do flasim pak për atë momentin, jo nuk do ta flasim, dhe me këtë rast hiqet dhe zarfi zi sepse ajo se foli apo. Po nuk ishte një shans i gjithë tjerët edhe ti tani. Ishte me qelb. Si më? Puçër. Ishte tip nishani i gjatë dhe kjo kështë po flasim për puçën. Kështë marrë thikën për ta hequr nishanin apo për të qimet e nishanit? Jo, për ta ngër bukë, se lyp bukën e pas e mori briskun për ta heqë. Po. Okej, mos ngatron gjë. Se buka është bukë. Edhe si fillimi jemi që se jemi ke buka. Buka është shi. I urojmë një agjerim të mbarë të gjithë besimtarëve. Po, vëllezër vetan musliman. Që nuk përfaqësohen dinjësisht nga Ola, që është një besimtare e dinë dhe pa gjeron. Po, është vënë gjithë çunave me radhë në shtëpi me trajsën dorë. Ola, pse se ve i perçe Ola aty shëm. Do ta mendoj se ka qejf të eksperimentoj. Po, shumë vërtet se ka eksperimentuar dhe me femër, po e drejt. Tani shihoj si u përgjigji Gjesti pasi tha Ledioni që çka ke për të thënë për këtë muhabet. Okej. Gjesti? Jo, s'kam as të fjalë. S'foli, as të fjalë. Ti çfarë ke thënë aty? Unë tha që do marr rrëfimet, nuk e thash me gjithë botën. Ajo pranë do marr rrëfimet. Është ai prifti aty mbrapa që rri dhe unë. Është ai prifti. Unë tregoj çdo gjë në konfidencë. Bravo, unë jam musliman, unë me priftin flas vetëm. Vërtet. Po, gjë. E pa çfarë fola, kështu që s'kam as të fal. Dita aktroshe dhe dhe para e pa çfarë fola thotë. Dita aktroshe dhe ti. E pa çfarë fola thotë, nuk di çfarë them. Pra ky ka thonë ato gjëra vetë. Mua ma shpifa i nishani i shpifur, për asjellje për një territori normalisht. Gjë. Tu për një vakt që lutem. Jo, s'kam as të fjalë. Aktro dhe këtu. A mund ta duash ti të gosë kur i bën këtë gjë që i bëre tani që dëgjon nuk kam as të fjalë. A mund ta duash e krim falën? Lutem, a mund të flas unë për këtë gjë lutem. Nishani është imi, a mund të flas unë? Se kuptoj edhe në këtë live momenti pse Egli duhet ndjej nevojën që të shpjegoj gjestin prapë. Do të sigurisht fëmia vetë, ka thënë që për shembull djalin tim e keni kishte kuptuar gjithë, që fëmia ai është thjesht një fëmijë si fillim.
dhe lërni të qetë. Ai është shumë mendoi dhe tha, po ai nuk e ka me të keq sepse unë e njoh zemrën e tij dhe ai është një njerëz shumë i mirë dhe ai i pëlqen Nishanin. Madje ai më ka lëpirë Nishanin punë sekondi masi. Po momenti, unë se kisha mendin, edhe përshëndes dhe babit se ka Nishanin një sezion, e ka pak më rrezkofshe, po njësoj identik. E më erdhën ca kështu plago në DM, me demek sa njerëz i njohin familjen e Eglit dhe me demek familja e Eglit po tentoka për ta nxjerrë Eglin jashtë, siç thuhet. Për ta prerë Nishanin. Për ta prerë Nishanin. Po lëre Nishanin gocë se e ka shenjë identike me Tjatin. Po e ka me Tjatin janë binjak. Po lëre. Do ta heqë për gjithë. Por nëse me demek ata duan ta nxjerrin, po Egli dhe vetë produksioni nuk duan ta nxjerrin normalisht. Kam pyetur Eglin produksioni, po Egli ka thënë jo normalisht dhe po e mbajnë brenda, por realisht ata janë që kanë super me nerva se do ta nxjerrin se kjo ka dalë keq me demek. Si mendon? Është vërtet jo. Ka dalë keq Egli? Po. Apo s'ka dalë? Masi s'ka dalë keq, dëgjon tani. Egli ka dalë keq, Egli ka dalë si zonj. Zoj. E para herë e më ato tapetët që shkundin gratë shqiptare, nonat tona, dhe ato pallatet. Me pec. Kujtova e kot vjetër, po a shumë më ngjanë pas herë Egli. Ai qilim tapet dinjetoz. Ishte një moment që po fliste Lidioni dhe çohet ky gjeste se s'do të më fol më. Dhe është normale që kur s'do më fol më thjesht çohesh dhe ikën sepse kështu kur e kupton dhe të fillojnë të lëpin bolet produksioni dhe gjithë që i rëndësishëm normalisht je ti. Produksioni nuk lëpin bola. Po, është produksioni trasgirsin. Është ky që dikton Rendi Plago, kështu që ky çohet tani dhe thjesht nuk do të flasi dhe vazhdon me jetën e tij. Dhe mbyllet aty muhabeti dhe unë nuk insiston më njëri për asnjë gjë. Shofun Plago, mungonte edhe Egli. Egli kishte shku nga mbrapa atij. Edhe ai ishte normal, Marti, se mas ai do të bëj në gabim trashanike, nuk është ajo aty. Po, mos do të kaloj murin prapë ose ku dëgjon. Po, ta maj kjo atë ndjesinë e fajtjes jetën. I tha Gerda, po edhe kur odhe nga muri, tha, po e masi e mirë, tha, ku veni që të idhesh, ku ishin shkallë. Unë isha impresion, nuk jam budalla, unë thash, dhe i vdes, e du të drale, dua frym, dua ajer. Po, nëse, ideja është që ky ishte nevojkosur shumë e Eglin dhe kur marroi bilet Prime, plasi një super sherr me Demek sepse Uzin keq. Uzin shumë keq, sepse ky tha, pse i the ti Danjës. Pse i the Danjës, tha. Po, pse i the Danjës? Pse dohet ta bëhet madhe ti? Do të thënë ti gjas me soll situatën këtu ku është. Pjekuria e gjestit do të thënë është për të admiruar normalisht. Po, edhe më pëlqeu edhe shumë fakti se si Neda për shkakun mundua që prap ta fërkonte pak gjestin nga koka. Dhe pastaj pati shumë me atë me Rozanën. Si do dukesh për ti me Rozanën? Ku i tregon? Më pëlqen ai shumë Neda. Ti ke një inat nga një vajzë, e ke inatin, do që kjo vajza e vogël që ka qenë dikur në Big Brother sot është opinioniste. E vajza që ti shaje? E vajza që ofendoje? Nuk të duk që ke çuditshme. E një opinioniste Big Brother. Më pëlqen Neda, se është një zonjë grua. E tur pa ata që flasin në fjalë të keqe. Po, shumë vërtet. Është vërtet një zonjë grua. Edhe mbi gjitha një nga virtytet më të mira që mund të ketë ajo si zonjë është fakti që nuk mban inatet vjetra. Ai është përpara. Po prit pas ka i shelë të Eglit. Kemi diskutu bashkë jashtë kur unë kam thënë 100 herë hajt atje, jo këtu. E di, në rregull, po më e di, nuk më ke ofendu. Mi thonë tani se gjatë fjalinë ajo është shembull që shumë. Unë të tha, unë nuk më ke ofendu, thotë kjo. Kjo ishte ajo që qau dhe mori thikën për të ishte Nishanin se ky tha më shpirt, po nuk e ofendu. Më ka bërë të ndihem, më ka shkelur si femër. Ndihem si një mut, mas kputse dikujt. Okej, shuje. Për momentin, se mund të ishte edhe një vajzë në karakter. Po këtë ke zgjedh ti o Egli. Se je Egli tako. Super femër. Ç'a djove ti? E din ti. Ça? Ma thuaj mua ça. Asgjë. Luj. Po, pikërisht. Asgjë. A duan loj? Duan. Do të dalin hakat nga gjithë tjetër. Luj. Nëse ajo që What a scam. je lojtar pra. Je super lojtar. Ku thotë je super lojtar, po e shan ndërkohë që po i bën super. Je super lojtar. Je lojtar më i mirë që ekziston. Nëse si ka tjera të shpallave të para, kështu dhe flet me kokë, ëh? Kështu si me kurriz.
Tur të kesh, je lojtar pra. Je super lojtar. Je super lojtar. Që ma bën mua këtë gjë. Je super lojtar që ma bën mua këtë gjë. Je super lojtar që ma bën mua këtë gjë. Thon Danis si çaj kombo komes, o që çaj kombo komes. Danis i thon të shpropla për shtëpi. Ti ajo, jone. Ti kush je? Unë vazhdoj të mbroj në Prime pas asaj që ke bërë ti. Kjo që vetë flira gjithmonë. Mua më drejtoj si lehtë. Kështë të ndikush aty në shtëpi që Orç Byliku kështë e lënë këtë nga që ishte shnosh. Tashi kishin kopa bë seks lago, kishin shumë kohë domethënë, ishin kishin rënë në ato gjëra. Shiko, edhe mund tjetër. Nga pesha ishte apo? Po, edhe, e kupton sikur kushtohen ato pikat e ato gjërat pozitive në jetë, e kupton? Edhe ti rreshton e jetë thot, po të çatë trapin, po ishte ngjitse, po ishte kështu. Po ishte edhe shnoshë, gjithashtu gjë. Drejt. Okej, se nuk duan të bullizojnë njëri, po thjesht mendoj unë se shnosh nuk kanë qenë aq e mirë se tani. Për këtë. Po sikur po të ketë qenë pak më shëndosh, ka qenë njëri pak më i mirë, apo s'beson. Do ishte një rekolli. Do ishte si ajo yin yangu, e kupton? Momentin që shëndoshet të bëhet njëri i qetë dhe i arsyetueshëm, me dinjitet dhe karakter. Po ja. Momentin që do pësohet plagë i Asa sa që ke thënë ti, ashtu si nuk e ullur ti mua, ashtu si m'ke bërti me undje mua dhe unë vazhdoj të mbroj në Prime. Po ti kush je oj pacip? Ti kush je oj? Si kanë këto jam i kitako. Si kanë këto fjalë i pacip. Ti. Do vitë moment. Ti kush je? Ka kamera plagë të ishte. Kush je ti pjedhë rafsh? Kush je ti më pjedhë i vogël i muzi i fortu, e di çfarë bëj? O plagë ke rrafat. E kështë ras një aty plagë dhe ky kështë ramramsh. E pasaj, në kozoj meshkujt për dhun, para 8 marsit, okej? Është rëndja. Kush je ti? Ti ma bën mua këtë? Ti shkone Ka 4 ditë që përgjërohem atë brenda. Amani ju lutem. Amani lutem ka 4 ditë që i thot produksioni mos e bëni këtë gjë, mos e postoni këtë gjë, ëh. Jam ulur, se kjo ka kështu gjithmonë përgjërimet i kanë tokë, duke u lutur dikujt. Jam lutur 10.000 herë produksionit. Kur vendova në dhomë rrëfime, për çka kujtohet atë vëllai? Po çom më kom se lanë drama dhe ato duke ngretë, ato hajde çoj. Ju lutem, ju përgjërohem se kam babin në shtëpi. Babi i shkret ka i nga shtëpia. Ka dalë, sërzi me mamën. Normal që sërzi me mamën, gjithë gjëra që po ndodhin. Se nxirni, se mos e bëni. Nuk do t'ja paktur nga vetja. Se mos e nxirni, imagjinoni kjo ka shku plagu ke dhoma rrëfimit dhe i ka thënë, "Ju lutem se mos nxirni gjestin për këtë gjë që ka bëu me nishanin." Edhe se s'do ja falte vetes. Mos nxirni keq këtë, kurse unë mos nxirni keq, mos nxirni jashtë, ka kujtuar se të nxirni jashtë fare, Jo, gjesi ditë për jashtë, apo se i shtërmove sytë kur e pe ato nishanin. Se që lesh nishani është më burri dhe ose shpuni botës. Nuk të vjen turp nga vetja. E kem sheli, thot kjo mëre, se ka kështu direkt. Po njefë shumë mirë të gjuhë. Nëse ti nga Vlora Plago, lidhe direkt me tekstin tënd. Ja, Vlora, ula. Po, kurse kur flet me Loredan flet me kështu, pse kur flet ndej nga Puka, nga asha tjetra, Valbona ta kanë. I shikëmi në gjëbi çfarë, që një vesh për Jo vesh çfarë. Merr dhe një lloj kështu karakteri dhe posture tjetër. Po normal, jo zi për gjë që bëra, ke mirë. Un kam ai sa gjigju, kam një karakteri. Po më, tu tani gjesi që i thot produksionit, plagë, mos e bëni me fol se kemi rënë dakord të ke dhoma rrëpimit. Dhoma rrëpirjes. Dhoma rrëpimit çka ka thonë? Ai të kuptu. Po e ke folur edhe mos më shtini me fol. Po çka këto kërcënime që i bën produksionin shumë, mos më shtini me fol, thot se tregoj unë çka kena ndodhur llona rrëfimit. Po dhoma rrëfimi kishte ardha ajo ginekologia. Edhe po i bënte një vizitë Eglet. Sa ty dhoma rrëfimi plaka është si dhomë që transformohet pas e devilu tha, i tha ajo po përveç nishanit. Ne kam për nishanin dhe pa tregonte ai asaj ginekolog. Nuk e kam për nishanin që është këtu tha, se në fshatin e kam pa. Po. E kam për këtë që është këtu, e kishte për leshin e se s'tu më thon, e pjedhë. Që ai pa për të parë, kujton se pjedhi është ashtu i deviluar gjithë kohë. Edhe aty që dojmë mohabeti, edhe mos bëjmë fol. E tha po shkemi mos kemi rak të hiqet. Ishte dalë leshja sa e plagogjik të kofshët anës. E ke rënë sigur për hapet shpërndahet në mënyrë kështu si asimetrike. Dukemi që kemi kod martuar.
Ju kujton se leshi rri si trekëndsh aty sipër. Si shigjet. Po jo, më zotni, është I vogël. Këtu është Po I vogël çuni. Këtu është momenti I hakmarrjes së Neda Ballukut me Rozanën. Si të mban mëri kjo femër, e adhuroj. Për ta mbyllur këtë gjën që gjithmonë ajo e nxjerr, unë mendoj që personalen e ke ti me mua, sepse ti s'më ke dashur si ish banore dhe ti nuk duron dot, që ajo vajza që ke urryer dhe ke hedhur flesh në të cilës sot është për një vite që po të vendim. Fjalë në gojë, mos më voj. Mos më voj fjalë në gojë. Si ka vajse. E rregull. Nga kavaja është Neda, po nuk ka lidhje. Po, drejt. Ato që thot janë më shumë kavajse se vetë Neda. Nëse, interesante. Po, interesante. Tash megjithatë ishim ke mohabet I leshit. E bëri Loredana një moment. Tha sigur halla të kish bustaqe, tha do ish xhaxha. Se kështu e dinte ajo plako. Ndërkohë halla ime disi e ka bustaqe, donte të thoshte bole, po se thoshte do. Po, drejt. Po pra, bola duhet se gjithë hallat kanë çik mustaqe aty, si nishani I eglit, se zua ta banalizoj fare mohabet. Normal. Po thuaj aty koqe aty. Nuk e di. Loredana plako tash që ka filluar të los vetëm, të luaj vetëm, do të thonë duket shumë mirë. Më duket mirë, do më bën shaka, kaca qyfyre. Më erdhi shumë keq I qau aty në Prime, më duk komplet e stisur ajo ideja e Olës që I vete mrapa aty. Valbona a dikim ta shohim pak Jozin? Ku ti më duk shumë. Jo, shumë keq aty, shumë keq. Tu si më duket edhe kështu plako. Gjë çuditshme fare, vjen Ledioni, thot Ledioni për shembull Valbonës, I thot dëgjoj Valbona, ama mos ndoshta ti tha e shtyre Olën. Çfarë babi më keqa? Jo. Valbona. Para herë I thot Valbona, mos ndoshta ti tha të shtyve Olën që të largohet Laerti dhe të shkoj ke Jozi, që të Laerti të jetë Joti. Dhe kjo tha, tani jo, nuk e kisha menduar kështu, po tani që e the ti po e mendoj. Tani që e the ti se ti je komandanti I emisionit. E kupton, do të duket sikur kishte marrë instruksione, po e kishte harruar, e kupton? Unë jam vajzë komisari, kurse ti je dhëndër bosi. Kështu që ke drejt, ashtu është. Okej, qetësoj. Valbona mos lapi se na keni çamë me nerve. Mos harrem këtë fakt shumë të rëndësishëm që kur kishte dalë Gjesti nga muri. Çano dhe më shkëtë më se mbytën aty. Top Çeli plako një roje ka. Thon sa do than kishte kamerë, por faktikisht vetëm një roje dhe ai që e lokalizoi ishte nuk ishte as roja, se roja në fakt ishte duke marrë këtë dera me uptown, se po ishim. Po normale po. Po ishte Ronaldo Sharka plako, që rrute gjithë terrenin me. Ai e kapi. E pas, ai e kapi. Direkt. Ai e kapi, tha, po i njëri aty. Bastarde I tha. U sulët dhe vuri barkun atë javën e vjetër që kishte ruajt të trupit të vjetër që ka pas, që të binte sa më budje si bravo, Sharka për edhe një aktrimeria tjetër në këtë jetë. Më pëlqeu shumë. Ta pëlqejm flokët. Po e momenti. Shumë bukur. Po e momenti plak që mendova se kishte vdekur vllai I madh. Ç'kishte? E mamën? Mendova se kishte vdekur vllai I madh dhe po shpërndante ato gjithë trashëgiminë e vet por kur e dhan atë balizën Gjesit. Gjesti, ty do të jap fuqinë time që unë disponoj prej vitesh. Si fillim, mund të bësh çfarë do të trapi me banorët. Gjesti ai që rosi pleku që vrau kuçedrën edhe I dolën zanat e malit. Po, fiks fare. Me lodra. Po çfarë ishte kjo? Unë e kuptoj që kemi qef Gjestin, edhe duan të faktorizojnë, po s'është mënyra, megjithëse si ndjen ato banorët e tjerë. Gjesti, ke një valixhe me 10 kuti bandore brenda. Ai protagonist do të bëhet se që u largua nga ai momenti që ishte I mërzitur. Ishin 3 veta që ishin të shpëtuar, gjithë shtëpia nominim dhe 3 veta ishin shpëtuar. Ishte Rizarta, ai Shkëlzeni, edhe ai Robi I tretë që ka hyrë gjos më tani. Kelly. Ishte dhe Kelly. Po, ajo I vuni këto të 3 plaka me demek që ishin më të kështu rrezikuarit, të tjerë të luftojnë me një tjetrin. Tani vetë ky plako thyen atë të emergjencës. Ato të imunitetit, kutinë e imunitetit, kutia do të përmban gjithë gjë, përmban nga emri. Ama se avere se kishte lexuar mirë apo. Po, normalisht se kishte lexuar. Nuk kishte lexuar mirë çfarë do thonte, as su kuptoi fare. E thyu me demek për të shpëtuar Shkëlzenin dhe tha do të jap Shkëlzenit, I than këto, por nuk mund t'ja hapësh ta sepse kjo është personale, nëse ti e thyen e ke vetëm për veten, ndërkohë që nuk mund t'ja hapësh Shkëlzenin se shiça unë ka Shkëlzenin than ato. Sepse ai Shkëlzen ropt. Po ti Shkëlzen ropt mund piri. E gredi. Po e porta është kur e theu Valbona për atë Jozin, papritë mund t'ja jepte Jozit, kurse ky nuk më jep dot tani. Si bëjnë rregullat, nëse interesante. Si është puna e jetës, bota është tamam një porrë. Rregulla brenda atij. Nëse duhet t'jap të drejtë vllait madh bëj çfarë doj, sepse në fund ditës do të lexosh librin e të madhit, domethënë
për vllajën e madh, domethënë 1984. Edhe aty vllai i madh bën çaj do trapi, kështu që vllai i madh Çaj do trapi, kështu që mos na harroni trapet se bëj çaj do trapi. Bravo, kështu që mos u merrni shumë produksioni është aty për të bërë lojë dhe për të bë shumë. Po, ora, mos na çani trapin. Nëse e mbaj mend fjalët që tha Ledioni, mbledh më të qenë primi i parë. Unë e futa ata dhe unë do ta nxjerr. Edhe çfarë bëri e bëri pra. Po. E mbaj fjalën. Shkoj mori Xhibanin për dorë, tha, hajde Xhiban, hajde. Si nxorën Xhibanin ashtu? Imagjino çfarë bën për gjel Xhibanin. Si për të lojë. Si për të lojë. Se diti. Për gjel Xhibanin, do t'i bën një shemi plakut vet. Po plaku vet ishte si kokra mollës. Detyron paguajtë një javë plaku që shkote aty me kështu dras në dorë. Gërdap babi Xhibanit ke koka. Prapa ti nuk është tira i shemia nuk bëhet ashtu, po gjeti një mënyrë pastaj me anti ilaçeve nguli zgjerin, edhe nuk e di pse po arriti të atë jepun me sa mora vesh që kishte gjet Kelli. Normal Kelli aty ka pas te parku autobusa. Po pra, e mbaj mend. Edhe kështu ndodhi, gjithë skena. Po, pasi edhe vajte pastaj than Xhiban hajde se do dalim edhe Xhibanin nëse më me deri tha, po ju bëhet të sa po më nxjerr më. E tha këto, na që e pan që dhe gjithë njerëzit e dëgjojnë këtë gjë, i than Xhiban, po edhe motra se ke mirë. Pse çka motra? Motra ke pa qef. Motra në për plasi makinë. I tha, "Ki më vërtet tha, po këtë tha e shpika tani për momentin tha që të nxjerrni mua." Pastaj tha, "Po jo tha edhe mami nuk është se mami." Po edhe mami e ke pa qefi. Jo, këto luajtën, o plak, luajtën me atë zonën gri. Domethënë produksioni më pëlqeu aty tregu tamam profesional. Se nuk i tha si herë çka kanë, i tha e ke pa qefi. Edhe qefi prishet kollaj, por tani ai është plak 80 vjeç. E tha ishe mirë, nuk i tha ishe mirë. Po, Xhivan. Babi jot ishe mirë? E pari nuk tham asnjëherë që është me ishe mirë, tham, babi jot ishte mirë, por nuk është më. Kjo është ide apo? Doktori nuk pyet ai ishe mirë, pyet ai e mirë. Okej, edhe ta qartësojmë për të gjithë. Okej, gjendja është okay tha. Po, mos të shqetësojmë. Mos të shqetësojmë. Edhe tani ai menoja, është burr 80 vjeç. I vjen dikush plaku, i vjen ai jegu me daulle, se s'ka nevojë të bëhet edhe skenë, bap, ndërkohë që ky ka qejf të dëgjoj diskutimet e mençura të djalit vet në televizor. Shumë vërtet. Ai është prish qefi? Po pra, është pa qef. E ke babin pa qef. Po ku është? Shtëpi vet. Ka dalë nga ku? S'ka dalë akoma. Nga koma. Lumë podcast që fjala quhet akoma në koma, dhe është super podcast. Po nëse nëse e nxorën Xhibanin me lezet, po Xhibani faktikisht është shumë agresiv, domethënë nuk e kuptoj Xhibanin. Kishte ardhur si Dobermani. Xhibani është shumë në rregull, derisa s'është më në rregull. Derisa s'është në rregull. Pasi s'është në rregull, edhe nuk është në rregull fare. Po fare. Ti ç'do bësh? Nuk e di. Ç'do bësh? Aha, okay. Ashtu janë bërë gjithë atë fakt. Ashtu janë bërë gjithë Vanessa. Tash do të thoja edhe diçka. I uroj më të mirë në familjes Kellit dhe bashkëshortes tij që në fund ashtu mbyllën sepse bashkëshortja e Kellit ishte me kancer plako dhe ata duke qenë se këta në shtëpi kishin pasur një grip të lehtë, e kishin mbyllur që mos takojë me djalin e tij dhe me gruan, domethënë. Nuk se ishte shumë i lehtë, ajo si kolera, kur e pa gjithë. Normal. Ishin shastit dhe problemi që ndronte ke fakti që më bëri çudi historia e Kellit plako që po tregonte, tha. Gruaja ishte shumë keqe normalisht. Se nuk jam shumë i mirë me historitë. Ishte me kancer tha dhe djali domethënë duhet të kujdeset për djalin dhe ky çfarë bëri plako në këtë moment të vështirë, si çdo burr, mori situatë në dorë. I drejtua drogës. Dhe tha fillova drogën. Fillova drogën tha dhe u bëri varur tha, domethënë nuk e di plako pse duhet i drejtohesh drogë. Po ta vësh re, kjo nuk ndodh me femrat plako. Femrat kanë tendencë që kur e kanë burrin smur se i ka vdek burri ose burri është në shtratin e vdekjes, përgjithsisht fillojnë 2-3 punë plako, bien çik shumë nga vetja domethënë sepse kujdesen vetëm për familjen. Kurse meshkujt zgjedhin rrugën thjesht rrugë egoiste vetëm për veten tënde që diçka do hiq dhimbjen, çfarë do bëj të shkojmë me kurva, leks kemi mos e bëja xhem për. Jo me kurva sier se kam tratuar vetëm me alkool dhe me drogë. Po e drejt. Nëse. Okej, po lekë të shtëpis, se ta realisht. Nëse mbyllim çik me hare dhe atmosferë, e urojmë Clydein për këngën e re. Po, e urojmë Clydein për këngën e re. Ma vjen këngën e dytë Clydeit? Po, un provimin. Ishte 20 vjeç akoma. Po, kënga e tretë? 50. Ikë. U më çfarë diferencë që shoku është për fansin e vërtet që të kanë ndjekur dhe ka pritur gjithë këto vite. Kishte 40 vjeç që priste këngën e tretë. Po, çfarë. Nëse, miau. Shumë, mos harroni të dëgjoni podcastin dhe jo Clydein.
Jo, Kladi dëgjojeni, në fakt, se Kladi është në djalim. Dëgjojeni, si shumë i mirë. Ciao.